Më kanë pyetur pafund sot për mekanizmin e nxjerrjes së finalistit parë që u përdor mbrëm në Prime. Ata që më pyesin pretendojnë që është bërë një gabim aty, është bërë një shkelje, sepse duhet kishin dalë Gerta, Rozana dhe Gjesti. Sepse, sipas këtyre, pas ka thënë Ledioni që kush ka numër të njëjtë votash apo nominimesh, do dalin bashkë, do dalin të dy, domethënë. Mirë, po ka një gjë aty që keni harruar gjithë ju që më pyesni. Ka një detaj shumë të vogël që shtëpia u nda në dy grupe dhe duhet kishin numër të njëjtë votash nga njëjti grup, sepse grupi i Gertës votoi në shumicë votash, pra 3 vota për Rozanën dhe 2 vota për Gjestin. Pra Rozana ishte e vetmja me 3 vota. Ndërkohë dhe nga grupi i Rozanës u votua Gerta me shumicë votash. Pra Gerta kishte 2 vota dhe 2 tjerë kishin nga 1 vot. Pra nuk ishte si dilte Gjesti, sepse Gjesti dhe Gerta me të vërtet kishin 2 vota, por nuk ishin nga njëjti grup. Pra, duke mos qenë nga njëjti grup, i bie poshtë kjo teori. Më kuptut? Nëse nuk më kuptut, më shkruani këtu t'ja shpjegoj prapë.